prapë se prapë për Trumpin, Zelenski është një, le të themi në mënyrë të butë, një armik që ai nuk e haron kur, sepse ai nuk haron kur mbështetjen që i ka bërë Zelenski Bidenit, demokratëve para zgjedhjeve. Dhe këtë Trumpi do ja kthej në momentin më të përshtatshëm, tiket e duhur dhe do kërkoj. Media ruse ja kujton gjithmonë Trumpit këtë. Shumë vëmendje. Falenderoj Misha për pranimin tënd në 300 gjëgat. Vazhdo udhimin tënd si Marco Polo në vaftin. Rops. Unë dhënien e ndihmave apo heqjen e sanksioneve ushtarake ndaj Ukrainës nga ana e presidentit Trump do ta shifra edhe si një paralajmërim apo si një rrjetje presioni ndaj presidentit Putin për të ulur në tavolinën e bisedimeve. Pra është pjesë e lëvizjeve të tij taktike të negocimit. Nga ana tjetër do duket nëse ai do të fillojë me kërcënime të tjera që t'i bëjë realitet, siç kanë qenë ajo tarifa dytësore. Ajo që është shumë problematike për Putinin janë tarifat dytësore. Pra, nëse do vendosen tarifat 500%, sepse është një grup senatorësh amerikan, mbi 72. Sepse ju mendoni se Rusia do rri me duar në xhepa për kohë gjatë do bëj Trumpi këto? Do vendosen tarifa 500% për gjithë sot merr dhe titanium, palladium, nikel i merr nga Rusia, nuk i merr Rusi, Kore. Do të çojnë tallona apo sa. Ska për të çojë Josef Tallonat me merrin në Amerikë tash.